Assalamu alaikum të ndëruar miq, ja ku po takohemi edhe në një epizod të ri të Freskisë Verore këtu në ekranin e PIS TV-s. Edhe sot nuk do të mungojnë tematikat e ndryshme, të cilat të ndërlidhen në aspekte të ndryshme me funksionimin ton shoqëror me theks të veçantë gjatë kësaj stine të bukur të verës. Sot kemi ardhur në xhamin këtu në lagjen Arbëria në Prishtinë dhe do bashkëbisedojmë me imamin e kësaj xhamie, hoxhën e nderuar Qemal Sopin, me të cilin do flasim për vlerën dhe peshën e shkuarjes herët në xhami. E pra të nderuar shikues, ashtu siç e paralajmërua pra pakës më herët, tani do të zhvillojmë bisedën me hoxhën e nderuar Qemal Sopin, i cili na ka mirë pritur në xhaminë e tij këtu në lagjen Arbëria në Prishtinë. Selam aleikum hoxhë. Aleikum selam, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, është kënaqësi të bashkëbisedoj me ju në këtë xhami kaq të bukur në kryeqytetin tonë. Faleminderit, Allah shpëlbeft. Mirë se kemi ardhur. Faleminderit. Do bisedojmë hoxhë për një temë e cila thuajse është koherente në 5 kohë të namazit. Shkuarja herët në xhami dhe namazi, pra përshëndetës të ta quaj ashtu, pra cila është vlera dhe pesha që e ka shkuarja herët në xhami, kjo padyshim se vlen për secilin vakt, pra në 5 kohë të namazit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falenderojmë dhe qëmë salavat mbi pejgamberin a.s. familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira deri në ditën e gjykimit. Ardhja herët apo shkuarja herët në xhami ka me qujtë më shumë dimensione dobi në aspektin shoqënor, në aspektin emocional dhe në aspektin e adhurimit, ibadetit. Bërja kësaj në më thonë si shprehi, bërja ardhja herët në xhami, sidomos minimumi me qenë me abo vetës obligim me hy në xhami para se me u thirr ezani. Është e një rëndësi shumë të madhe, për arsye se fillimisht kur shkojmë më herët jemi më të koncentruar në adhurimin që po presim për me bo. Edhe nuk ka adhurim më të madh se sa namazi, nuk ka adhurim më të bukur, më të mirë, e më të vlefshëm, e më të rëndësishëm se sa namazi. Çfarë do të thotë? Kur jemi herët në kohë, kemi hyrë në xhami para namazit, atëherë emocionalisht, shpirtnisht jemi të përgatitur për të përballur, mund të themi edhe kësaj me një ibadet madhështor që nuk e kanë ymjet e tjera. Pastaj është vlera rëndësia shumë e madhe. Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po zëmë edhe për ditët e xhumë, për na mund të kuptojmë edhe për namazet tjera. Ditën e xhumait, i cili vjen herën e parë, kohën e parë, orën e parë, ka thënë pejgamberi alaihi salam, ka shpërblim, ka sevap sikurse me dhon sadak një deve. Ai që vjen më vonë një kafshë të madhe, si bie fjala një lop apo buallic, pastaj ai i cili vjen më vonë sa një dele ose një dash, ai i cili vjen edhe më vonë sa një gjel apo pul, ai i cili vjen edhe më vonë sa një kokë kërveze, ndërsa kur imami hyp në hutbe, mbyllën, po themi asisoj dyert e xhamive dhe në çdo xhami, çdo derë xhamive dalin ka 2 melaçe dhe i shkruajnë emrat e atyre që janë prezent për të folur. Po flasim këtë pjesë për ditën e xumës, kur kjo na ndodh veç një herë në javë, ndërsa për vaktet ditore, 5 kohë namazit që kemi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që është edhe një adhurim vullnetar, fakultativ, që është me i falë 2 rekate namaz pas marrjes së abdesit edhe pas hyrjes në xhami si tahiyatul masjid ose përshëndetje xhamis. Prandaj Bilalit, po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çe tu bo Bilal? Thot po ti dëgjoj si themi na fërkemt e krismat e nallaneve tua në xhenet. Thot çe tu boti e Bilalin e tregoni mësim të madh mua dhe ty edhe gjithë shikuesve tan. Thot o dërguami Allah, thot e kam shprehi sa herë që marr abdes i fali 2 rekate namaz. Edhe kjo është mësimi që ne do të marrim pe Bilalit radiallahu anhu, që pas abdesit edhe pasi të hyjmë xhami me i fal 2 rekate namaz. Por hoxhë, para se të arrijmë tek, pse padyshim kjo çështja e 2 rekateve duhet të kthehemi edhe një herë te kjo. Por
A i bie ndryshe në rrafshin praktik të përditshëm që shkuarja herët në xhami është e tregon edhe atë kulturën, edukatën tonë personale, fetare, por edhe përkushtimin që kemi në raport me vaktin, me namazin, pra, e mbi të gjitha edhe në raport me hoxhen, pra, sepse respektimi i kësaj kohe sigurisht se është një vlerë që e bardh besimtari, apo jo? Natyrisht, na përgatit në raport me Zotin, na përgatit në raport me hoxhën dhe xhamatin, sepse kemi pak mundësi më shumë se sa herave të tjera të diskutojmë, të flasim diçka, të japim një ide, të marrim një ide, do të thonë edhe kjo ka anën tjetër ta quajmë kësaj në aspektin social, sepse shkon ki edhe 10 minuta, 15 minuta, përveç se fal 2 rekate namaz, përveç se bën dhikr që janë të dyja të rëndësishme, është shumë e rëndësishme se Islami është interesant. Prandaj Zoti i Madhërisht na ka bë obligative farzet, me quajtë ashtu 5 farze brenda ditës. Për të parë me njëri tjetrin. Është interesant se si e ka bë Allah të harmonishme. Sunetet është mirë me fal në shtëpi. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, mos i bëni shtëpi tuaja varreza. Por farzet pejgamberi alayhis salam na nxit për të falur në xhami. Ju e dini hadithin e njohur që ka thënë pejgamberi alayhis salam, më ka shku mendja. Për thot me qi dikan imam, këtu më pri në farz, edhe me dal me mbledh dru në mal, edhe me audie shtëpit atyre të cilët komoditetin ndoshta shtëpive tyre i ka bërë që me u fal shtëpit e tyre. Kjo ka qitë në praktik pejgamberi alayhis salam nuk e ka qitë në praktik të, por kjo është e rëndësishme që më na nxit neve me qenë në vakte në xhami. Që do të thotë? 5 vakte ditore me i fal me njerëzit më të afërt të lagjës. Pastaj po të funksionante qysh duhej, do 2-13 shtëpi me pas një xhami do duhej. Pastaj për namazin e xumas, këto xhamit e vogla, mesgjidet e vogla do duhet të mbylleshin për të falur namazin e xumas në një xhami më të madh të rajonit të lagjës, më të madh. Pastaj është interesant, Bajrami nuk falet në xhami të lagjës, por në musalla, në një vend edhe më të madh, që do të thotë na afron me njerëz të familjes, me njerëz e fqit e afërt, me njerëz e rrethit edhe të lagjës, pastaj edhe me njerëzit e qytetit, edhe fundit fare në Arafat e kemi një farz për të dalur aty dhe për të njohur dhe për të krijuar lidhje edhe me gjithë muslimanët anë e kanë botës. Sigurisht, kurse tek pjesa, desha të ndalem pak ose tek pjesa e namazit përshëndetës, padyshim se viteve të fundit është e theksuar pra si praktike, sidomos tek gjeneratat e reja. Ka ndoshta diskutime se në cilat raste praktikohet më shumë. Është kur ndrohet xhamia apo është praktikë që në çdo namaz, çdo herë sa futim në xhami, pra ta praktikojmë një gjë të tillë? Sipas hanefive, do të bërë në një xhami që hen për herë të parë. Domthonë, kjo është obligative, edhe në një xhami që ndoshta po hen rrodh. Ndërsa është e preferuar nxitet besimtarit që me bëj çdo herë këtë ibadet, këtë adhurim. Me përjashtim në 3 kohë. Po. Kur hym në xhamin 3 kohë nuk ka namaz përshëndetës. Nuk ka kur dielli është duke lindur, pastaj kur dielli është në zenit, edhe koha tjetër kur dielli është duke perënduar. Në këto 3 situata nuk ka asnjë namaz me përjashtim atij që i ka mbet farzi sabat pa fal dhe tani del xhumi, domethënë nuk e kqyr apo lin dielli apo lin dielli ka punën e vet, ti ke punën tënde e fal farzin e sabat, por jo me nafile dhe me sunete. Pastaj farzi i kindis atij i cili ka mbet edhe është koha duke perënduar dielli. E fal farzin e kindis, dielli kryen punën e tij edhe ti kryen punën tënde. Ndërsa si duhet të jetë sjellja e një besimtari hoxh posa të futet në xhami? Padyshim se duhet të ketë përgjegjësi apo jo? Natyrisht me qenë i pastër. Po flasim në aspektin fizik, me plotësu kushtet e namazit para se me hyn namaz edhe pasi të hyn brenda namazit, do të thonë, edhe kushtet ndoshta para se me orë në xhami edhe kur vjen në xhami, është shumë e rëndësi për pas pastërtisë fizike me pas pastërti shpirtërore dhe mendore edhe të gjuhës. Mos me qenë i zhurmshëm, mos me qenë person që komenton shumë. Shif filani pas ka vesh kështu, filani ka vesh ashtu, se janë një kategori e njerëzve në për Kosovë fatkeqësisht, edhe pse janë pak, por është fatkeqësia, jo, që vinë herët 1 orë para namazit,
namazit, edhe fillojnë komentojnë myftia kështu, kryeministri kështu, fillon hoxha këto, ai vozit këto, domthon ky këto, edhe çdo njëri i gjojnë me thona shibla. Ky ka kap anën e kundërt të asaj për cilën ka ardhur në xhami. Prandaj kur vim në xhami, po me ardhmë herët, me ardhmë me zemër të shëndosh, me mendje të qetë, edhe të mundohemi gjatë asaj kohe të falim 2 rekate namaz, pastaj të bëjmë dhikr, ta përmendim Allahun, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pastaj nëse hoxha është të mësuar nxënësat, është mirë me u afru, me hin halqën çat varrethi, nëse po lexojnë ata diçka dhe dim të lexojmë, të bashkangjitemi. Nëse nuk dim, të paktën të dëgjojmë. Ose kur hoxha është të majt ligjëratën, është të majt dersin, domthon të jemi pjesë ato çasoj dersit, çasoj atmosferë çapo është, sepse aty është mëshira e Zotit, është kënaqësia e Allahut të Madhërisëm, edhe me një fjalë mos më bëhen ndoshta opozit e këtyre që po kërkojnë me mbri kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm, edhe me u skeju me një pjesë, me bë 2-3 vjet, edhe me lshu zona, me fol gjëra që nuk i përkasin gjamis. Sigurisht. Hoxhë, viteve të fundit pra me theksimin e përdorimit të teknologjisë, thuaj se në çdo xhami kemi edhe ato letrat ku ndalohet komunikimi me telefon apo shkyqja e telefonave. Fatkeqësisht hasim në raste të tilla, madje edhe në ditë xumaje, pra kur bie telefoni, madje ka dhe nga ata që dhe lajmërohen në telefon. Pse ndodh një gjë e tillë dhe çfarë nuk kanë kuptuar kjo kategori e besimtarëve që në momentin kur kanë marrë abdes dhe ja kanë mësyer xhamis për cilin do vakt, çfarë ju ka ikur të kuptojnë drejt përderisa e lojnë telefonin e tyre të aktivizuar në xhami? Është interesant, njeriu për ka natyra është harrestar. Insan insijan, njëna prej kuptimeve, se ka kuptime edhe të tjera, po na kapëm çto që po na përshtatet për fjalimin e tashëm. Domthon insijan harrestar, harron. Prandaj Zoti i Madhërisëm ka bëu zonën e mëngjesit ose sabat, drekës, të ikindis, të akşamit, të yatsis. Prandaj ne jemi ummeti që këshillojmë për mirë, urdhërojmë të mirën dhe ndalojmë nga e keqja. Unë jam njëri prej atyre imamëve që ju rigati këtyre punë, domethon edhe mos bini para imamit, edhe kujdes shpina, mos me u zbulu namaz dhe jashtë namazit, plotësimi, drejtimi safave, me vime, krah, do më thonë, pastaj me pas kujdes punën e telefonave. Është interesant, çdo kënd ku është diçka serioze, kujdesemi ose është obligative ndalja e telefonave, dykun madje do të melon edhe në raft, krejt telefonin mos me posedu afër ti. E pse këtu në xhami ka takim më të madh, ka takim më të rëndësishëm se sa takimi jon me Zotin e Madhërisëm. Prandaj është mirë me ndru shprehin që nuk është në rregull, edhe me mri deri aty ku kërkohet prej nesh. Ndoshta nuk janë 2 javë apo 3 javë për të ngjashme dhe gjëra, u thash xhamatet prej 2002 jam detyrë. E thash, unë po pres kur po dalim klasën e dytë, që nën kupton kur po i plotësojmë safat, pa na thonë hoxha, kur po i drejtojmë safat, kur po i plotësojmë këpucat në për rafta. Nuk është një pasqyrë e mirë kur vim te xhamia, raftat thot, ndërsa këpucat janë para xhamis. Parkingjet thot, ndërsa makinat, veturat janë jashtë parkingut. E kemi të qartë. Domethënë kur po afrohemi me njëri tjetrin, kur po i lojmë zhurmat, megjithse, ndoshta pa krenari, po e thëmë, pa mburje, xhamia ime edhe xhamati im janë më të edukuar se sa ndoshta xhami tjera, të bëj ftesë, janë në njënën prej xhumave dhe shifë xhamatin, për me ardhë këtu ku jemi u duft energji, kontinuitet, vazhdimsi, domethënë edhe durim shumë i madh për imamin, natyrisht edhe për xhamatin, por alhamdulillah, ndoshta pa krenari, po them, pa mburje, ndoshta xhamati im nuk krahasohet me xhamate tjera, por megjithatë nuk jemi aty ku duhet me qenë. Hoqë, sigurisht kjo është arritur padyshim me fal një kontribut dhe një angazhimit tuaj vazhdimisht, sepse çdo formë edukimit sigurisht se kërkon mënyra të sensibilizimit, edhe pastaj me kalimin e viteve ndron edhe mosha e xhamatit, kështu që këto këshilla padyshim se janë të nevojshme dhe janë çdo herë koherente dhe janë aktuale. Por desha nga ju të marr mesazhin për fund të kësaj rubrike. Para se të dalim të mesazhe për fund, do të kam qef me përmend diçka puna e kontinuitetit, vazhdimësisë, që mos më tërheq. Mund qëllimi i hoxhës do të më qenë me ngrit xhamatin. Jo me radhë vet, nuk po marrën vesh, e kemi qartë. Fillim kur kam marrë dhe mam, veç sa i bona 26 vjet. Domethënë i ri në moshë. Edhe dykuna ndoshta edhe po flasim kështu direkt, edhe si mush sy, kemi qartë. Edhe kur i thosha plotëson drejtoni safat, mirë jemi
jemi, hoq, mirë jemi. Ama mirë, po ka që lartë me njëri tjetër. Mirë ka ma të gjallë. Nja 5 vjetë e gjysë mund të them që se kom pas të letë heq. Se e kisha problemin edhe temperamentit tim si i ri, edhe të gabimeve që, lëshimeve që bënin xhamatin. Tani që ata që dikur në fillim më kundërshtanin mu, tani për shembull e kapim për dorë njërin afro këtu, drejtoj këto, shkom me kom edhe me dur, domethënë kësaj me krah edhe me majt e gishtrinëve, plotësoj drejtoj safën. Çfarë po du të thonë? Është shumë e rëndësi mos me lëviz pe parimeve, edhe vjen një moment kur i vren, domethënë edhe të tjerë se ti ki të drejtë si hoxh, ti ki të drejtë si vëlla musliman, ti ki të drejtë si mësues, ti ki të drejtë si prind, edhe si rojtari i objektit ki të drejtë edhe unë do të më të pasu ty. Prandaj le që vinë ata, por edhe i dëgjojnë ose i thrasin edhe të tjerët për me dëgju. Sigurisht kjo një lajm i mirë pra i ruajtjes së kësaj vazhdimësie, ndërsa ajo që unë desha të marr nga ju tash në fund kësaj rubrike është një mesazh për të gjitha grup moshat, duke nisur nga të rinjët, se të moshuarit konsideroj që janë më të kujdesshëm tek kjo pjesë, pra shkuarja në xhami thuaj se e kanë kuptuar prej kohësh dhe thuaj se në të gjithë vaktet të moshuarit i shohim çdo herë që janë më të hershëm. Por cili është mesazhi juaj general pra për këtë vlerë, për këtë rëndësi që shkuarja herët në xhami e ka peshën dhe shpërblimin e vet? Natyrisht, ta themi xhamati moshës së tretë kanë kohë më shumë dhe është më mirë që po vinë xhami më herët, elhamdulillah, dhe nuk qëndrojnë para televizorit dhe nuk qëndrojnë në kafe të ndryshme. Elhamdulillah. Çka kuptojmë prej kësaj? Kuptojmë se një djalë i ri 30 vjeç ose 40 vjeç ose më shumë ose më pak, nuk e ka ndoshta luksin me ardh çaq herët sa vjen ai i cili është i lirë për gjitha obligimeve, por është me rëndësi t'ja kujton hoxha vetës, e t'ja kujton xhamatit se në ditën e gjykimit, në hijen e arshit Allahut Madhërisëm do t'jenë 7 kategori të njerëzve. Njëra prej atyre 7 kategorive është edhe ai personi i cili zemra e tij është e varur për xhamis. Prandaj shumë e rëndësi që t'ja kujtojmë vetës edhe të punojmë, veprojmë për këtë gjë. Pa marrë parasysh pozitës që kemi në shtet, pa marrë parasysh moshës, pa marrë parasysh edhe prej shëndetit që kemi e të ngjashme me to, sepse ai i cili ka bo shprehi me bo një punë të mirë kur është i lirë, me kohë kur është mirë me shëndet, i shkruhet pastaj se vapi edhe kur ai sëmurët dhe nuk mundet me dalë në xhami, edhe kur ai i nxinet koha në forma të ndryshme dhe mungon, domethënë këto e kemi prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj përfitoni tani që ose shpejtoni tani që të përfitoni gjatë gjithë jetës në veçantë tjetër kur kemi nevojë më së shumti. Allah të shpërbleft i nderuar moq. Allah ju ruaj dhe ju shpërbleft edhe juve, kënaqësia ishte imja. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte intervista me hoxhën Qemal Copi, imam këtu në xhaminë e Laxhës Arbëria në Prishtinë, e ne pas kësaj intervistës tani kalojmë në rubriken e dytë pasuese. Ndërka që tani miqtë e mi, radha është të zhvillojmë intervistën qendrore në kuadër të këtij emisioni. E për sot kemi përzgjedhur të trajtojmë një temë që përkon më shumë me gjeneratat me moshat e reja. Një term që viteve të fundit e kemi dëgjuar shumë, padyshim se është gjenerata Z. Bëhet fjalë për gjeneratën e re, e cila më shumë se kur është përdoruese e teknologjisë. Për të gjitha këto që ndërlidhen me këtë aspekt, në vazhdim do zhvillojmë intervistën me mysafirin e ftuar Drilan Jaha. Dhe të nderuar miq, ashtu edhe siç e paralajmërova pak më herët, pra tani shkua të zhvillojmë intervistën me mysafirin ton të ftuar, njohësin e kësaj fushë, pra Drilan Jaha, me të cilin do të diskutojmë gjëra gjatë në lidhje me tematikën në fjalë, në lidhje me gjeneratën Z dhe pra gjeneratën e të rinjve, të cilët më shumë se asnjëherë më parë janë të involvuar në teknologji aktive. I nderuar, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën edhe mundësinë me folin temë kaq të rëndësishme bashkë. Të flasësh për këtë gjenerat, padyshim se është gjenerata më aktive e shoqërisë tonë dhe kemi shumë çka për të thënë, po çka ngërthen në vete termi gjenerata Z konkretisht? Gjeneratat për me i kuptu dallimet e tyre, domethënë i kanë bën periudha kur kanë lind. Domethënë gjenerata Z vjen
mas gjenerata specifike, për shembull këto ja kanë nisur me llogarit sipas gjitha gjasave ose mas luftës parë ose mas luftës dytë botërore. Edhe zakonisht domethënë karakterizohen për shkak të evolimit qoftë teknologjisë, qoftë formës, qysh ju ka qas domethënë jetës përditshme edhe sanave çaja gjenerat. Gjenerata Z është çaja gjenerat që tash domethënë kur bujnë hajgore që thonë tatrit, gjenerata Z rrok çaja, pastaj në gjenerat mas aty në vjen gjenerata Y ose Y, që janë domethënë krejt 3 2012-2013. E kjo gjenerat është çaja që tash pse është tematike dhe pse është shumë e rëndësishme me ditë edhe qysh mu sill me ta dhe qysh me operu në mesin e tyre, është se tash janë pjesë e punës. Domethënë janë hi në vendet punës edhe sjellja aty në çosja aty ndaj autoritetit, çosja aty ndaj mendimeve kritike, çosja aty ndaj diçka që përpara o kon stresuese për ta është, për ta është diçka shumë stresuese për tjetër. Nuk është kështu më radh, që asaj që i thonë workforce, domethënë ambientin e punës, dallon shumë edhe për shkak që sonë edhe bëhet temë sensitive shpesh herë, sepse nuk e shohin me të drejtë, nuk e shohin domethënë botën që shohim në gjenerat domethënë pak më vjetër ose 2 gjenerata e kështu më radh. Vlen cekat që secila gjenerat, për gjeneratën tjetër ka kritika që janë të u bë më të butë, janë të u bë më aerokrema, janë të u bë më sensitive kështu më radh. Kjo është reale veç për shkakun që domethënë teknologjia është vazhdimisht të shkutu e letu jetën, e kur e leton jetën detyrimisht domethënë nëse dikush po thonë atash ma pragmatikisht i ka la teshat te bunari, mas ne u kthy çaja te bunarit mrena janë la, mas ne u la domethënë me maqinë të teshave, çka teknologjia ka bëu dikon detyrimisht më dop se i ka rënë më pak me u ekspozu me ambientin e jashtëm me kështu me radhë. E njëjtën e ka bëu domethënë edhe për këtë gjenerat, pastaj profesionet kanë ndruar për këtë gjenerat, domethënë fjala youtuber nuk u kon domethënë as shprehje para 15 vjetë, nuk u kon interesant kur e ka nis Mr. Beast për shkakun, nuk u kon as profesion, u po domethënë diçka shumë rrezikim që domethënë pse s'po shkon ti në financa ose s'po shkon u bë avokat ose s'po shkon u bë domethënë mjek. Është domethënë është me të drejtë diskutohet dhe bëhen emisione për të dhe bëhet domethënë temë diskutimit se është dallim drastik që shohim botën, e për çato edhe që kjo është një farë forme si lloj definicioni për ta në ekzistencë. Qartë. E kemi një kontent interesant që qarkullon ndoshta mujt e fundit në rrjetet sociale, ku në kolektivet punës ku dominojnë gjeneratat e reja, sikur dikush aty e lund në rolin e moderatorit dhe i pyet kolegët e vet çfarë viti i lindën. Dhe në momentin që dikush përgjigjet do të thotë 1900 e diçka, del elefanti ose dinozaurat. A bashkë çast vjetër këta i shohin ata persona as ka në pyetje. Apo është glorifikim kë? Është glorifikim, është egzagerim, është i bukur, më pëlqejnë çato memes, është domethënë interesant sepse shumë pak vjet dallojnë, po mënyra që i konceptojnë ata njerëz e vërtetë. Këta domethënë qysh është qasja njerëzore, domethënë nëse s'kim me pas domethënë kemi pas luksin mos me pas ndarje etnike ose në bazë të shteteve që për shembull kanë luftuar përpara ti u duf me dallu shqiptar me serbë kështu me radhë, që ky dallim te ata nuk është, ata me dikon do të dallu. Do të në far formësimi grupor me pas. Domethënë u kry shkolla mesme, u kry fakultetin në far forme, tash me çka me përkit, do të me përkit domethënë me ne, ç'më thon, me dallim të moshës, jo, definitivisht nuk është që është as i dallimi se ki njerëz të mjaftueshëm që e kanë mindsetin çaq liberal në disa prej temave që janë në moshë më të shtyme në krahasim me ata që janë tri, edhe ka prej trive që domethënë ka mindsetin e plakut, na ndodh kjo me u shkëmby edhe nuk është çaq dallim shumë i madh mes për shembull dikujt që i ka 27 vjet dhe dikujt që i ka 18 e ka fjalën që dallim esencial që me bojnë Gen Z me gjeneratën paraprake. Përndryshe domethënë jo, ama ajo është e fortë, mimi i fortë është ai. Ndërsa teksa po flasim domethënë për këtë kulminacion të përdorimit të teknologjisë, si është duke ndikuar ky përdorim, këto forma të përdorimit të teknologjisë tek të rinjët, po flas të rinjët tonë konkretisht, po apo dina me përdor teknologjinë, apo ja shohim hajrin teknologjisë, apo teknologjia po na përdor neve? Po, pyetje shumë me vend, pyetje shumë aktuale. Unë jam i prirur me menu në mënyrë optimistike, pozitive, gjithmonë me nuancë pragmaticitetit, me fjalë tjera, më thonë mundona me këshyr ka aspekte optimist, po me kon me dëvana. Më thonë nëse analizojnë çështjen, çysh është ndiku teknologjia te çika gjenerat,
ka hulumtime të ndryshme. Domethënë që kjo gjeneratë është e para që nativisht do me ki bjen nuk u duf më mësu ata me përdor mediat sociale, po kanë lindë në to. Dhe kur shkon shkollët fillore të mesme ka pas presion me kon pjesë e Snapchatit, mos thon Facebookut, se Facebooku është gjenerat ma për neve, po domethënë te ata u konë natyrshme, domethënë ti mos me konë në Snapchat je konë i jashtëzakonshëm për keq. Kështu që domethënë që tyne që ju vjen teknologjia natyralisht, tek ta ka pas hulumtime të detajuara me këshyr a ka dome apo dobi. Definitivisht domethënë domet janë të dukshme, po dhe dobit në anën tjetër janë të dukshme. Kështu që është një lloj komputi i pozitivitetit dhe negativitetit. Unë mendoj që nëse kihet kujdes, duke filluar domosdoshmë për institucioneve formale që janë domosdoshmë shkolla, universitetet apo domosdoshmë qoftë edhe më qendrore shteti, domosdoshmë me ndërmarr mosa, që për shembull që tash e posh, po më duket Norvegjia unë për momentin jam të menu që jo keq, por nëse i ndikon që kaq herët shteti është shumë shaj pozitive që shtetit janin për gjeneratën e re dhe qyshirun e kishin bërë rregull që moshat prej 7 deri në 13 mos me guxu me pas çështje në ChatGPT. Ose mos me pas çështje më fal, ti je më korrekt në Gen AI. Generational AI është kjo domethënë AI ChatGPT-a dhe si motrat e saj, po du me thonë që nëse involvohet shteti, domethënë Ministria e Arsimit thotë jo, nuk bën se pi ndikon negativisht domethënë në kreativitetin e fëmijëve, është shumë përparësi e madhe kur e keni shtet aktiv në çat aspekt. E unë po mendoj që e tër bota është e befasuar me lëvizjen e shpejtë teknologjisë, po edhe në anën tjetër administratat shtetërore janë të kadalshme dhe janë shumë birokratike për me hecë me hapin. Andaj domethënë jo veç shteti, po domethënë edhe bizneset ishin shumë të kadalshme. Dhe domethënë ndodh një trend shumë i madh në TikTok. Unë për vete për shembull kam komunikim me disa biznesmen, ja u ka thënë se trendet apo den po s'poguxojna me botash kur të bëhet masaj ke trendet se ngojshëm drilonin me vakt. Që domethënë përcjellja e trendit nuk është edhe sa më i lehtë në botë, se duhet me pas edhe gatishmërinë me thonë gabo, apo ja kam huç këtu, ja kam huç këtu, ja kam huç këtu. E tek ta është native kjo. Tek ta domethënë nuk ki nevojë me thonë t'ja u imponoj ose t'ja u ndreqi terrenin këta me përdor teknologjinë. Këta domethënë teknologjinë e kanë native, mi au hek teknologjinë ja nisin edhe stresuar, edhe kjo është një prej temave domethënë shumë interesant qysh janë bërë disa hulumtime që thotë abeden a kishe pranu ma përpara domethënë me të elektrizu, me domethënë me damtu diçka fizikisht, apo me ta marr telefonin disa orë kanë preferuar ato. Domethënë kanë thonë më mirë më ka përhyjma se me met pa telefon, edhe tash kjo është fatkeqësi, po domethënë në anën tjetër çka ka prodhuar kjo teknologji, ka prodhuar mundësinë e dikujt na pe shtëpisë me punu, mundësinë e dikujt na me telefon me bë parë, mundësinë e dikujt na veç pse ka shef domethënë me ful për një temë për klikera, ful në internet, e ka edhe 100.000 njerëz atje që i pëlqejnë klikerat, ky bëhet personi, bëhet influencer ose dikush që domethënë përmes tina dikush reklamon edhe bëhet biznes për to. Kështu që domethënë i ka dome të dobit, ama për me u rujt domeve duhet me shku ma institucionale se sa nëse ja lën njerëzve në mos përdorimin e teknologjisë kanë tendencë me përdor negativisht, sepse në fund ditës domon ata që i kanë marru media sociale kanë marru për me përfitu biznesisht, nuk ja unin aty apo damtuash ka aspekti mendor apo kanë ai far dome se kanë këtë gojë apo pikërisht te kjo pjesa e përfitimit desha të ndalem sepse domet dhe rreziqet padyshim se ato do të jenë prezente si tash si në të ardhmen, do të thotë varësisht nga mënyra se si këta të rinj janë duke përdorur teknologjinë. Interesant të di sepse ne sot dëgjojmë për forma mënyra marramendse të fitimit material që këta të rinj bëjnë. Është model i mirë, është model pozitiv i gjithë ky diskutim sepse kemi tash pak ditë ose pak javë që kam përfunduar shkollat e mesme dhe nuk dëgjon nga të rinjët që flasin për ndonjë profesion që në të kalumen kanë qenë shumë të kërkuar. Sot domethënë dëgjon profesione që ndoshta edhe para 10 vjetë nuk kanë ekzistuar. E po do thotë pyetja ime ka të bëjë me këtë aspekt, domethënë apo fitohet me të vërtetë apo më shumë po bëhet një bum mediatik se sa real. Ti për pyetje me vend. Unë e shoh kështu. Këtu nuk kam mujt me pas shumë optimizëm se s'kam dhona. Momentin që kam dhona jam optimist. Unë tutna që disa modele, role models, disa modele domethënë i marrin për shembull 4 influencera 10, i marrin një 10 gamera që domethënë përfitojnë me loja, me Counter Strike, me kështu, e një 10 streamera edhe duhen që ta me bu profesion. Kjo është domethënë çështje tepër e gabueshme, pse se probabiliteti ti më bu streamer i suksesshëm edhe mi nxjerr më shumë se 2000 euro në muaj është tepër problematike. Në krahasim me nëse shumë e thjeshtë këtu në Kosovë, domethënë nëse veç mësohesh me tash për përdorë termin që është i njohur në popull, nëse mësohesh me shfaqësit, ki domethënë punë
cilën domethënë nuk s'ki me pas konkurrencë edhe 30 vjet. Kjo ka me shku nevojë domethënë të urrit, pse sa është domethënë për profesioneve që edhe ka kërkesë shumë, edhe brenda edhe jashtë, e domethënë kjo nuk ka interesant. Unë për eksperiencë personale, domethënë po dola jashtë vendin, në vend evropian nuk është më rëndësi cili, tu bë mohabet me një djalë, thash çka punon, tha ai djali domethënë edhe i pat cilësitë e ne, çu më thonë, e ne që kish mujt më bëu për shembull content creator se lujke basketbollin profesionalisht e krejt, në fund tha unë jam apo den e thani var profesione që ty të kesh apo den të ke kse ja rruva dhamin këta që i ndreqin cevat, çu në tena që merret domethënë me një mjeshtri që tena domethënë e nënçmon duhet me ky profesion duhet me pas 50 vjeç e tenal. Në Shqipëri i thonë hidraulik. Hidraulik. Domethënë hidraulik, domethënë është shumë problematike, domethënë me gjetë një djalë të ri që më motivon me stop se sa të ka, bëden si ka kur ti bëj, domethënë duhet me pas edhe emrin ndryshë, duhet me pas ndaj farë emrin diçka më muzafer për me punu për, a vëden, nuk mundet me pas emrin Noli edhe me punu hidraulik. E që si lidhje domethënë pa lidhje që i bëjmë, sepse domethënë të punësuarit edhe me gjetë një punë, edhe me gjetë një vend ku ti rahatohesh financiarisht edhe ti je i qetë, bëden punon sa dush, punon me orar, punon me sa domethënë ka obligime të specifikuara në krahasim me influencerin, për shembull ose me content creator ose me ato për shembull, ai 8 sahat duhet me një stream vlla, disa lëshme 8 sahat me majt entertained edhe me pas stresin, ai të kshir 50 njerëz, si tash ai të kshir 100 njerëz. Unë mendoj që ajo është pak më elitare. Domethënë ato mundën me bëu disa njerëz, por nuk është profesion gjithëpërfshirës. Nuk është domethënë sikurse profesionet që janë profesione të tjera dhe nevoja të tjera që ka njëri, apo den. Për shkak që sona është shumë problematike dhe e ndihshme me u bë thirrje publike që domethënë tash ketë më bëj influencera, ose ketë më bëj gamera, ose ketë më bëj streamera, unë nuk e shoh çto, sepse ato janë të levërdishme për dikon. Mon ka njerëz që i nxjerrin, unë e di domethënë TikTok-i kur ka dhënë këtu me ato far budallakina dhe gjujtjes luanave, i kanë nxjerr për në natë 40.000 euro, apo den. Po ajo nuk është kur gjë. Që më thonë, nuk është kur gjë e veçantë që me thonë, okej, tash hajde të shtina që tonë shkolla edhe t'i bujnë edhe fëmijë tiktokera. Dhe sa në fund ditës do më thonë, aty du të me pas një, që më thonë, du të me pas një reputacion për mujtë me fitu që të parë, nuk më është të veç me hi edhe hajt. Edhe ose du të me bu budallaki, që tash budallaki është një prej metodave më të mira për me shit, për me blej vëmendje edhe për me sojna me përfitu. Kështu që unë nuk e shoh, edhe e shoh shumë të rrezikshme edhe po munduna me të rrik vërejtjen, në përgjithësi edhe në mediat e mia sociale që i qes materialin, ose që nuk është scalable, në anglisht e thonë scalable, nuk është domethënë gjithëpërfshirëse, nuk është e çastshme domethënë pe bojnë në mënyrë sistematike le të bëhen trit influencera, le të bëhen streamera, le të bëhen gamera, se nuk është për një elitë, si më thonë është elita e futbollit, vllani, është në rregull, për shembull është në rregull me shku me trajnu fëmijët me lujt futboll, s'kan më bëu këtë futbollera suksesshëm, apo den, po ai të paktën e ka përfitimin fizik, është aktiv, del shoqënohet, ka dobi ansura, apo den. Në anën e kundër, domethënë kjo për shembull çto influencerët e merr domethënë tonat stres, nuk i dhez me asoj edhe hin depresion, edhe tanaj tek kjo gjenerat domethënë kjo të depresion, çdo e dyta fjalë është birjem depresion, edhe bëhet shumë problematike me çfarë duhet teme me qenë me ta, por se e ka mburujen. Depresionin e ka dhe pikërisht kur jemi tek profesionet pra që po lindin brenda natës, para pak vitesh ka qenë shumë aktual profesioni programerit. Prindrit kur kanë diskutuar për këtë çështje kanë folur me pasion për fëmijët e tyre sepse gjithandej diskutohej që është profesion jashtëzakonisht profitabil. Madje ndoshta interesimi ka qenë po aq i madh sa i studentave pas luftës që kanë shkuar në fakultetet ekonomik dhe juridik. Çka po ndodh me këtë profesion sot dhe ne si shtet i ri, ne si shtet me një popullsi do të thotë jo edhe aq sa kemi shef të jemi, a kemi bërë programerat mjaftueshëm dhe a ka filluar mi dal boja këtij profesioni? Pyetje shumë e mirë dhe e përshtatshme domethënë se ato çka e bëjnë në përditshmërinë teme. Është domethënë tepër interesant që u kon si val e kërkesës. Është domethënë hala nuk nolet kjo. Tash kjo ka filluar çat herë dhe tash kur të nihet në mos në diçka si profesion për shembull çaja periudhën unë jam që më kanë zonë rrota ekonomiko, të këmë krydo me thonë për ekonomi, dikush nuk konë ekonomi juridike, jam konë në faza këto, pëtën? Aja e mjekësise, ata të mjekësise kanë posë konstatën. 60 veta, u pranu, që atë... Nuk kanë dominu kërë. Jo. Kërë me thonë, dhe këtë kësa do u bu doktora, nuk ka posë këse. E kjo e programira, i ka dy arsye pse ka dhejtë shumë. Një, po dihet që ka të hyrat mira,
edhe po ka domethënë bashkëpunime me jashtë. Si bashkëpunon me jashtë, ai domethënë e ka përparësinë me bashkëpunu me ty se rrugë çka duket rrugë e madhe për ty, është për ata rrugë e vogël. Domethënë ai nuk e merr dikon për shembull amerikanë nuk e merr dikon që i pagun 100.000 euro në vet, po e pagun një kosovar që është 40.000 euro në vet, po për kosovarin kjo është jetë ndryshuese. Sigurisht. E për shkak që sa ju bë shumë e popularizuar, edhe e dyta ka filluar me pas konsistencë. Se për shembull këtu në Kosovë e keni që edhe ka ndezë domethënë edhe sa në tjera, po nuk mundesh s'mund me pas konsistencë. Çe po thonë na për shembull kripto. Po. Më thonë kripto është popularizuar shumë, po nuk mundet me kon profesion që mund me thonë print apo ne kam djalin tash kriptash, e kam kësaj që domethënë merret me përcjelljen e stokut edhe të kriptove, se nuk e ka çast stabilitet që e ka programimi. Sigurisht. Tash me ardhen e AI, me ardhen e inteligjencës artificiale, kësaj veç ju ka rritë edhe më shumë fama. Ju ka rritë edhe më shumë nevoja dhe trajnimet për që tematikë kjo veç ka ju rritet kërkesa. Domethënë sasia e AI-t që është në treg nuk është duke e dëmtu programerat, përkundrazi, a? Kjo çka është të bërë, një dëm është të shkaktu, domën që shkakton është që fillestarët nuk po kanë më shans me depërtu. Pse se domethënë që ato çka mund me bëj fillestarë AI po bën shumë mirë. AI e bën mirë edhe ato edhe programerët mesatar të avancumit, hala nuk është domethënë deri në atë nivel, po kërkesa domethënë kur ka AI shumë, kur ka kërkesë për AI shumë, se tash janë kompanitë që domethënë deri tash kanë thonë po na se dina çka është AI, korporata të mëdha për shembull të mjekësisë, të industrisë, çfarë për shembull kena bashkëpunuar me një klient që është në prodhimtari të hekurit, apo den. I domethënë në Evropë. Dhe thash ata as nuk e kanë ditë as çka është AI, as çka është agentic AI, kur e poshtë kanë bënë bashkëpunim publik me Google-in. Pse? Se kjo i vjen për reputacion edhe me hyp atje stoku kur domethënë me ble njerëz domethënë stok për më rrit vlera në bursë. Tash krejt që kjo është një, çu më thon, eksperiment tepër i madh që është ndodhur. Dhe kjo i ka aspektet e saj pozitive dhe negative. Aspekti negativ është që fillestarin në programim e ka demoralizu. Se s'ka, më domethënë shumë problematike me marrën e dikon si programer në fillim, kur më marr ne veç një njerëz të avancuar, domethënë që i ka për shembull 5, 6 vjet, 10 vjet përvojë, edhe më thonë nëse tash 4-5 agent ose më pas 4-5 punëtor, apo den. Mirë, po në anën tjetër kërkesa për këta është të shkuar në rritje. Është domethënë kërkesa në rritje sepse me rritjen e inteligjencës artificiale shpërmana ka më pas kërkesë për çdo më shumë, e çat kërkesë nuk mund të zbaton domethënë një civil i tjerë që është veç më thënë e ke në zonë domethënë një 6-7 vjeçor të bujqësisë më thonë ha marrën ato agjenta. Këto s'e bën. Po kjo rritja e ndikimit të AI-t pas disa vitesh për këtë trend, a mund vije pra që këto kompani që po thoni amerikane dhe evropiane që po kërkojnë punëtor në Kosovë, a vjen një moment që ata pastaj këtë punë e kryjnë përmes AI-t dhe këta punëtor ngelen pa punë? Teoretikisht kjo është e mundshme. Teoretikisht. Po. Pse nuk është e mundshme praktikisht? Sepse domethënë secili njeri e ka, secila kompani dhe secili njeri veç e ka angazhimin e vet përditshëm me një diçka e cila e pengon me bu diçka që ka që eksperimentative dhe me thona diçka tash për zavendsojnë a këtë me AI. Që ato çka janë të ndodh, janë rastet izolume, si pas menimit tem dhe analizës të vazhdueshme që e bëj se që kjo është industria që edhe me pasjen e përcjellë, mbi këto ka pas egzagerim shumë, ka pas shumë marketing. Shumë marketing se që ata që janë në kokë që ti revolucionit e AI, që është Anthropico, Cloud AI edhe do më thonë që është Anthropico, e ka Cloud AI si produkt, ose OpenAI që e ka ChatGPT-n, këto të mëdha domethënë Google, Elon me XAI në këtë, me Grokën e me këtë këtu, këta krijojnë val të nevojës publike me thonë që AI vizavencon krejt. Pse? Se këtë do me kap korporatat e mëdhaja, edhe më thonë aty në hajde bashkëpunoni me neve se na ja u bojnë juve më produktive punën. Masaj kush damtohet që të më thonë damtohet ai i cili e ka bindjen që tash na zavencoj AI, pragmatikisht është e pamundur me ndodh shpejt. Nashta mas 20 vjetë nuk po mundet kërkosh me bëu predikt. Profesionistat më të mëdha që bojnë predictions, që bojnë parashikime, është shumë problematike me parashikuar 20 vjeçarin, se këtu ka komponente domethënë shoqërore, ka komponente politike, domethënë që tash para minuti ka ndiku shtete që e ka shit demokracinë. Jo veç që ka pas për veti, po u dal në botë e ka shit, sigurisht që është Amerika, ai veç thot tash që to e nol. Qit AI, që është domethënë fundit të zokon produkt i teknologjisë, unë e kam paguar, kam marrë ato. Do t'i tash nuk guzojmë një audhon tjerëve, kush nuk ka në shtetësi amerikane, nuk guzojmë me përdor. Tash kjo domethënë tash lëvizë dhe buhet pjesë politike, nuk është më krejt teknologjike. Andaj domethënë janë lëvizje interesante që
duhet me I përcjell me vëmendje dhe unë besoj që ka më bërë rubrikë interesante të lajmet më përcjell domethënë çka po bëhet me AI realisht, po duhet më rujt dy ekstremet. E një ekstrema apo kjo san veç edhe një san I rodhës, ashtu, që shtojnë njerëz, apo kjo është veç kur gjë, veç për frynë për rritëm. Edhe ekstremi tjetër është domosdoshmë është rritje këtë domosdoshmë na mas nesër, nuk e di edhe ky profesion I gazetarit ka me ardhur robotë që tu ka me incizu vetë, ka me bë çit interviste, do të më rujt egzagjerime pse në gjithçka, po do të më rujt njerëz që egzageron për në thjeshtëzim edhe në komplikim të sana me mundit me gjetë një mes. Drilan, krejt për fund kisha pas dëshirë me përmbyll me një mesazh edhe për gjeneratën Z, por edhe në lidhje me edukimin e përgjithshëm digital. So ka rëndësi që të rinjët tanë të jenë mjaftueshëm të edukuar në aspektin digital? Po, mesazhi jam, apeli jam është edhe të trit, edhe të prind, me bazu interesin ose koncentrimin në avancimin e skillsave ose të shkatësive. Domethënë shkatësi është me ditë me manovru me kamerë. Nuk duhet më shku me kry fakultet. Ai që kryen fakultet për kamerë është tanaj bëhet drejtori fotografisë, domethënë ka pozita për këto, po me ditë me bë, për shembull, skilli I rrollës është me ditë me bën intervistë që bën te smooth, e bën domethënë pa probleme, pa komplikime, pa që kjo është skill. Nuk hen kjo tash ti më thuaj jetu e për shu gazetarin. Unë po them pi marr 2 skillsat e gazetarit, edhe tanaj shkoj te teknologët të mdush me ditë me përdor inteligjencën artificiale. Jo me kun ekspert I sona, po një 20 orë. Andaj që kjo është apeli jam është të disa sana, për shembull, aftësia në prezantimit mos është 20 orë ushtrim. Dush me ushtru 20 orë, mas 20 orë dallon ti edhe ai personi që nuk ka prezantuar kur para mosës dallon për 500%. Qëllimi jam në përgjithësi domethënë vetëdijsimin e mosës lidhe me çdo tema është me I aftësu fëmijët për një tarme që nuk ka me pas profesion fix. Profesioni fix është limitim I kohës, mënesh me punë me të, mënesh me manovru, por për një tarme më të suksesshme është mirë me fokusu në skills. Po, bën me pas një profesion, po jo më kufizu për shkak tash nëse ke vendos me kun, po themi, nëse ke vendos me të qenë doktor. Nuk është ide e mirë mos me ditë me botë një video për shembull vet me bëni TikTok. Se që ajo ka me ta shtu punën. Qërë që ta shushu rrit puna e psikologëve në Kosovë, e qëtë një kamerë dhe fort njeriu, dhe që ato temat e psikologjisë, pa dosh me nënvlerësu asë një profesion, po të më thonë njërë veç ullësh edhe e bërë një lave dhe po vëlla njëre, kur të e felet nuk o mirë. Që kjo këshill psikologjike. Tanaj kjo u egzageru, sa unë përfuri për trendet kosovare që pisha, gjithë kush dol e merr një kamerë dhe këshillan. Qashtu e njëjta është për teknologji, njëjta është për cilën do profesion, secili njeri u bë analist. A ke pa veç dolën si kpurdha, dul një iri, e thash problematika që sojna është ti veç dush me mësu që kjo është skill. Skill është me ditë edhe me çush me bë virale diçka. 20 minutë me shpenzu 20 orë, ty po të sfidoj. A ke shfrytzuar 20 orë tjetës tonë, me thonë, të studioj vëlla çush dhez diçka, viraliteti. E se na menojnë që ja kjo është ja me të lindën, ja ta dën, jo, kjo studiohet vëlla. Është matematikë që mësohet në marketing, 20 orë edhe dedikon e mëson. Edhe këshilla jam, me shumë pasion është krejt dhe më thonë, këto e praktikoj për vete, e praktikoj për fëmijët e mi, për këtë kush më lyp këshilla, po edhe për publik, është me u fokusu në shkatësi. Mos më fokusu me thonë që profesioni të ardhmës, se për një me, 20 vjet plus, krejt profesionit janë dyshim ta dhe kanë mu lidhë qatë shumë kanë me pas nevojit për njëna tjetër, nësa që menej që ka me pas diçka ta agregu me dikush që ka me konë gjithë përfrisë, një skill I kësajnë, një skill I asajnë. Për shumë që ta është te për me rëndësi me ditë anatomi dhe biologi. Shumë e interesant. Ta është sëmime ta spjegu qëto pse, ta është profesorat e biologjisë kur të më shujnë të më thonë faleminderit që për ai promovan. Po ideja është që kjo. Ideja është me mësu skills, për hatër të kombinimit që ty në 5-6 skillsave që kemi pas e ku do që të shkën, kime koni aftë. Dhe më thonë, me bashkëpunu, ndash me projekte, ndash punë full time e kështë më radhë. Drilan, faleminderit shumë për gjithë këtë muhabet kaq të ngrohtë dhe miqësor. Shpresoj të takohemi sërish në diskutime tjera. Faleminderit për mundësinë, ke kënaqësi. Faleminderit. Me të nderuar, kjo ishte intervista që zhvillua me njohësin e teknologjisë dhe rrjeteve sociale Drilan Jaha, me të cilin diskutua me tekst të veçantë për gjeneratën Z. Pas kësaj intervistës kalojmë tek mendimet e qytetarëve në lidhje me një tematikë të cilën do e ndjekim vetëm pas pak. Ndërrum, çka nuk kupton mikpritja për juve? Mikpritja më së pari është prej Ibrahimit a.s. Mandej shkon edhe në mënyrë tradicionale të shqiptarët, kështu që mikpritja është në çdo sen. Dyja përmbajnë një simbol të cilët ne ta shkojmë qysh me vakt, qysh prej prapanikëve tonë, Zoti më shiroft.
Kështu që ne jemi të përkushtuar, t'i presim edhe si mysafir, edhe si fetar. Mundohemi që me gjithë shpirt t'i presim sa më mirë që t'jene mundur. Pa na me fjalën mikpritje kuptojmë se kemi edhe sukur traditë shqiptarët. Po ma shumë traditën na përmirëson, na plotëson Islami unë. Se ashtu na ka mësu pejgamberi unë Muhamedi alayhis salam, se ku t'jem mikpritës. Një familje që jep pak për otër të Allah e jep shumë për to, e begaton. Mirëpritja të shqiptarët është një ndër vlerat më të shtuara që e kena. Është diçka që na karakterizon neve si shqiptarë që jena mirëpritës të mëdhej. Sidomos nëpër shtëpitë, xhamit ose objektet fetare tjera, që është diçka tolerancë shumë e madhe te pjesa fetare, kurse kjo është që na karakterizon neve shqiptarëve për mirëpritje. A kemi arritur ta ruajmë këtë vlerë edhe ditët e sotme? Besoj që po, kemi arritur në një mas të madhe, por që duhet prapë punuar shumë për ta ruajmë, ta trashëgojmë nga brezat e kaluar të brezat e ri. Shpresoj që të ruajmë, po unë shty shokove të fundet ja kanë nisë me humb. Dhe është Zoti që të kthejmë në traditat të parë besimtarëve tonë, prindëve tonë, që mirëpritja është begati. Të ne si kom pak uzbe, po të komuniteti jam në Islam, veç që po vje po shtohet ditë për ditë më shumë. Se kështu na mëson imami jonë, na mëson xhamia, na mëson rrethi, na mëson komuniteti. Brezi bën punën e vet, koha bën punën e vet. Kulturat bojnë punën e vet. Shpresojmë dhe lutim Zotin e Madhnushëm që t'jemi brenda kornizave dhe brenda traditave tona, si kombëtare, si fetare, si shoqërore, njerëzore, sociale, sa të pak me fjalë mundohemi që as në ndonjëherë mos t'i humbim ato. Dhe ja të nderuar miq, pas këtyre mendimeve që ndoqëm nga qytetarët tonë në lidhje me tematikën e mikpritjes, pra sa ne si popull jemi mikpritës dhe si kemi qenë në traditën tonë, pikërisht për këtë çështje do flasim me hoxhën e nderuar Muhammed Dermako. Selam aleikum hoxh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hoxh, kemi përsëritur sot të trajtojmë ta quaj fenomen, po nuk është fenomen, është pjesë e jona. Çështja e mikpritjes është diçka që neve na karakterizon si kom, si popull, por edhe si musliman. Si përshkruhet mikpritja në traditën tonë, fillimisht kombëtare? Mikpritja duke filluar prej kësaj gostie këtu në këtë park në natyrë, për të realizuar këtë emision është që ekziston dhe është e njoftun. Është e njoftun tek ne atë që përmendëm në aspektin kombëtar, edhe pse kisha me thonë që vetë kultura jonë kombëtare shumë lidhet me atë fetare, sot që nuk mund ta ndajmë, ndoshta nuk mund të themi se si janë shqiptarët pa islamin në goditje. Sikundër si nuk mund të themi ose s'mund me imagjinu si janë shqiptarët, por shembull pa islamin në respektin ndaj prindërve. Janë morale, janë mësime që janë marrë nga feja, pa hy këtu në debat se cilat më herët kanë ardhur e tjera që dikush mund të pretendoj, por megjithatë ne si popull shuhemi për këtë. Mikpritjen e kemi ndoshta anën më të mirë të medaljes të vlerave pozitive, edhe ndonjëherë kemi mujt me pas pak edhe ngarkesa në këtë çështje, me shku pa trokit nder, me shku pa e njoftu fare, me u detyru me të thonë bujrum pa i pas rendet me të prit, mu detyru edhe zoja shtëpis pa u konë burrat hiç me i thonë bujrum, me qenë oda e gatshme, madje o gjaku i mbushur me dru e me mangall të gatshëm për vetëm me ndez, me i prit musafirët pra në kushtet e dimrit po flasë, dhe kështu që njëna dhe tjetër gjitha këto tregojnë dhe karakterizojnë se vërtet jemi një shoqëri mikpritëse, ose si vlera bile kemi pas më të theksuar, kemi fillu tash në këtë periudhë, nuk jemi bashkë në më të mirën e mundshme. Sidomos krahasu me kushtet që i kemi shumë të mira, shumë të volitshme, nëse i krahasojmë një nanë e jona, një gjyshe e jona, me sa pak material edhe ushqimor
me sa kushtet të dobta, me hiç kuzhinë, me një magje që i kanë thonë, ta ka bo një pite dhe ta ka servu, ala pa të vetë, mirë që shje të kje, në ditët e sotme me kuzhinat moderne që i kemë, me artikuj të ushqimor të bollshëm, jemi pak ma të ngurtë në këtë drejtim. Edhe me shku dikuj pritojmë pak ma shumë, po edhe me i thonë bëjnë, ndoshta nuk e kemi bashkë në atë nivelin e dunë, por me gjithat është tradit që duhet mburim me të dhe duhet ta kultivojmë edhe më shumë në gjeneratat tjera. Sigurisht. Hoxhë, ju vetëm e potencuat që e kalumja jonë në këtë kontekst ka qenë jashtëzakonisht e frytshme dhe do të thotë kemi pasur shumë raste kur mysafiri pra duke munguar edhe teknologjia dhe mjetet e komunikimit, pra çdo herë mysafirit i kemi pas të paftuar, por që kanë qenë shumë të mirëseardhur dhe të mikpritur. Sot në këtë kohë kur ne kemi mjetet komunikimit, apo mungojnë ftesat, apo çfarë ka ndodhur që sot edhe nëse e aranjojmë një shkuarje dikon, gjose atjen që të marrin përgjigje negative që nuk jam këtu ose ku ta dion. Po, e vërtet është edhe, mas pari, edhe përgjigjet nuk janë këtu janë reale, se njerëzit me të vërtet nuk janë këtu. Në kuptimin ekzistimi i automjeteve, i automobilve, për shembull, edhe mos ekzistimi i tyne i bën që njerëzit lëvizin nuk lëvizin. Hapja e vendit, e shtetit, edhe mbyllja e tij e ka ndikimin e vet. A ka mujt dikush para 30-40 vjetë me thonë se jam në Shqipni. Sot thot se është e vërtet që është. Ka shku atje. Po edhe turizmi i mrenshëm. Nuk mund të thot dikush, valla jemi dalë me familjen Prevall, në të kaluamën tash të thot. Jemi dhe në Prizren, me fjalë tjera, jetë gjitha kështu. Po pastaj edhe dinamika brenda një dite ose një orarit ditor të secilit gjithë kanë qenë nej, ose edhe nëse kanë qenë punë të bujqësisë para dite, që pas dite kanë qenë njerëzit natyrshëm të angazhuar me prit dikon tjetër, të paktën ai plaku pensioneri, po i thon plaku i shtëpisë, ai nuk ka qenë plak veç për moshën, po e ka pas një rol shumë të intensifikuar që me nejt nodë dhe më koni gatë shumë me prit. Sot na dhe këta njerëz nuk i kem, sot dhe pensionerët i kem 3. Sot në një farforme është bo njëshme, po filani ka dalë pension, po punon në roje dikon, që do të thotë ai natën tash nuk është, se pensionet nuk janë të rregulluara, mirë nevoja për edhe vitalitetin shëndetsh. Edhe kjo është që ekzistojnë dyjat, pra edhe ka nevojë financiare më shumë, edhe për vitalitetin po them që ka ai mundet me majtë një punë tjetër, kështu që po kush me prit valla. Por hoxhë, sikur me këto ndryshimet, pra ashtu edhe siç ju e theksuat, pra që sot kemi ples që pas pensionimit vazhdojnë kryen edhe punë tjera. A mendon se po na mungojnë kjo paria e plesnarëve të cilët dikur i kishim në përroda dhe mund të diskutonim dhe të këshilloheshim me ta për çështje të rëndësishme, pra ku ta gjejmë sot një plak për të konsultuar për çështje ndryshme? Po, kjo është mungesë, unë nuk them që është mungesë vetëm tashmën, edhe dje në një farforme jo çdo shtëpi e ka pas atë plakun e mençur. E ka pas plakun mikpris, po ndoshta me një vendbanim me një katund është njohur që filani është ai që shkohet dhe merren mend prej tij ose merren këshilla prej tij. Megjithatë ai institucioni i odës, po e quaja zyra e konsulencës, e cila ka qenë e hapur 24 orë, sidomos për njerëz të mençur, ta zom, a ke Xhemal Obrin sot dikun? Nuk e ke, pra shtohet pyetja, po të ishte ai sot gjallë, a do të ishte i tillë? Ndoshta jemi mundu ndonjëherë, edhe pak komunizmi ka bërë vetën, me institucione akademike, me thonë po se filan konsultën e merr te avokati, këtë tjetrën shkon në vetë akademi, këtë tjetrën te instituti i caktuar, ose me fjalë tjera janë zavendësu këto, ose sikur me thonë njerëz të mençur shkojnë tash e bojnë punën atje, duket që na mungojnë. Po sidomos institucioni i odës si ndërtesë edukuese është vërtet mungesë. Se sot ne
Od kemi, dhoma kemi, kuzhina sigur përmenda më të mira kemi, banjët më të përshtatshme, klima për verë dhe klima për dimër të përshtatshme me nxemje, me ftohje, me gjitha janë kushte më të vëlidhshme, por njerëzit pak e kanë humbë sensin për të nejt, për të bisedu, sepse më shumë i kanë dëshirë me i përcjell ndoshta rrjetet sociale, sot edhe një humor të djehit në od, ne e plasojmë kështu në kamera, e qesim dhe i shikojmë, kur dojmë relaksim, i kemi prap në për rrjetet sociale. Kur dojmë edhe një fjalë të mençum, e kemi prap në për rrjetet sociale, qoftë si story, qoftë si statuse, qoftë si, pra dikush kur i vjen diçka në mendje me shkru, e shkruan edhe thot, e dje nuk ka pas ku e plason, u konë vetëm oda. Po du me thonë që dimensionimi i gjanë i mundësisë së dhënies dhe të marrjes së informatave e ka bëu që oda me pas pak zbeje. Padyshim. E kemi dëgjuar shpesh fjalën që prania, prezenca e mysafirëve sjell edhe bereqet. So ka pas bazë kjo? Shumë valla. Shumë është. Njerëzit ndoshta me e ditë këtë vlerë i kishin lënë zor kur mos me hongër bukë vetë. A keni minimumin atë fjallën po ashtu, kur dikush i ka shpëtuar ndonjë aksident, kanë thonë nej bukë e dhënë me. Po, sigurisht. Do më thonë, është namazi i ibadet shumë i madh, është agjerimi i ibadet i madh, është zekati, është, pra njerëz të përmendin këtë bukën e dhënë me fort. Shumë e vërtet se dikush një hoxh një herë tha, fjallën Zotit dhash bereqet që është prej lutjeve më të mira, ne kemi pas kur çdo kush e thot në fund të ushqimit. Edhe ai e tha në mënyrë humori, por kjo rezulton tjetë e vërtet. Thot bereqeti është sjellë për shtëpiat tona se ja kemi bo lutjen një tjetrit. Tash po i çojmë në restoran, thot po i thojmë Zoti bereqet po restoranit, e ai po rritet. E vërtet që ai po avancon e po zgjeron e po i shton karrikat dhe tavolinat, por ne në odat tona e kemi pak më të zbet çështjen. Du të thënë, nuk është që ka ra gjymërtia, nuk është që ka ra bujaria njerëzve, njerëz të japin, njerëz qarrosin, njerëz të... Po, do t'i shkon mirë traditën e mikpritjes me e kthy edhe në pozicionin e odës, në kuptimin edhe në shtëpi, jo vetëm me i thonë dikuj bërëm një kafe, se vërtet ka shumë njerëz që të thirrin për me pi një kafe, dhe nuk e kanë vetëm laf goje, vetëm me la gojen që shtot populli, janë sinqert në atë që të thonë, ama pse jo në shtëpi, pse jo brenda mureve të shtëpisë, pse jo, pse kjo edhe në aspektin e edukimit gjeneratave tjera. Fëmija to është mirë me pa që dikush po hin e po del. Fëmija to është mirë mu mësua me eduku që edhe dikon që nuk e kem far e fis, vetëse është njeri i mençum, vetëse është njeri i dishum, vetëse është njeri i bereqetshëm, vetëse është njeri i mirë dhe i dobishëm, e sjell në shtëpinë tonë dhe kur të pyet fëmija çka kem kët, jo nuk e kem daj. Ne të mësohet me i dash njerëz edhe pa i pas në lidhje farefisnore. Koç, nëse për një tjetër arsye jemi duke qaluar këtë periudhën moderne në aspektin e mikpritjes, nëse për 11 muajt vitit, sikur po na ikun ftesat dhe do të thotë nuk po arrim të jemi kënaqshëm mikpritës, çfarë duhet të bëjmë që të paktën muajin e madhërisëm të Ramazanit mos ta bëjmë këtë gabim, po ftesat që sikur ditëve të fundit po dëgjojmë shumë që iftaret janë bërë trend që të ftohen musafirët në për restorante. A mundëm bile në Ramazan të ruajmë këtë vlerë? Pyetje me vend shumë, po me mujt e kisha bo që bile në Ramazan jo. Po nëse i kem këto mujt e dimër që netet janë të gjata shumë, ku njerëz të ata që punojnë në për institucione, në orën 4 e kryjnë punën, në 5 jenë në shtëpi. E prej orës 6-7 me buni nej është shumë kohë komode deri në ta zonë në orën 19 në mramje, natën. Edhe ata që punojnë punë të rënda, ata kur të rohet hynë brenda dhe në ora 4-15 bëhet akşam në 10 orë.
Atëherë, për gjitha kategoritë mund me thonë që stina dimit do të ishte shumë e gjymërt dhe shumë e begatshme për me shfrytzu, me i bo vizitat nëse për shembull vera na pengon, nëse punët e përditshme janë problemi që na nuk e kemi këtë mikpritjen. Po atë që e përmendet paktën në Ramazan. Po pse thash me mujt jonë Ramazan, që Ramazan ma shumë me bo me ibadet, me qenë vizitat, po mos me qenë patjetër ato nejet e gjata ku bojmë llafe, kur bojmë llafe edhe bajmë llafe tani. Dhe të njëjtën kohë mund me qenë nështë edhe gjaqar ka pak ose me dëtu vlerat e nejave tona. Po sido që tjetë do të ishte shumë rregull që secili krye familjar, pavarësisht është i ri apo i vjetër, është mosh mesatare që zakonisht janë mosh mesatare, se 20 vjeçari nuk e kem krye familjar, është mirë me ditë që këto gjanat duhet mi rikthy se vërtet janë shumë dobishme. Unë edhe ti jemi të mirë, nëse jemi të mirë, po thëmë, falë punës që kanë bo prindët tanë me neve, e ata mas leti kanë bo këta me njerëz që i kanë ftu në odat tona që na kemi marë tamam sigur bleta, nektar të ndryshëm, nga njerëz të ndryshëm, që nuk e kemi pas fatin në për universitete botënore ndërkombëtare të shkojmë dhe të marrim më të mirën e mundshme, po kemi pas odën ajo që na i ka pru njerëz të mirë. Qoftë kemi shku me nejt, qoftë në ka ardhur dikur dhe rrjedhimisht ka qenë institucion shumë kredibil, dobiprus, edukus, arsimus, shebesa e tjera. Ndërsa kemi rreth 2 vite e gjysmë që kur ne si shtet kemi fituar liberalizimin e vizave dhe daljet pa dyshime për vendet e Evropës dhe me gjëra janë më të shpeshta. Sikur ne kur shkojmë në vizita tek familjarët tanë për vendet ndryshme, e vrejmë një ftofsi në vendet ku shkojmë pra. Sikur çështjen e mikpritjes, këto shtetet zhvilluara e kanë kaluar me vite, me dekada dhe shekuj. Do thotë pse ne kaq shumë i kemi kushtuar dhe vazhdojmë ta trajtojmë këtë aspekt, ndërsa diaspora jonë e cila ndodhet në ato vende thonë se këtë çështjen qoftë mikpritjes, qoftë nejave, sikur nuk e kanë gjetur apo nuk e kanë kultivuar asnjëherë në ato vende. Pa dyshim, se janë diku nga vendet ku jetojnë, atje këto vlera nuk kanë ekzistuar dhe na po flas për vlerat tona tash këtu, të vlera kombëtare të vendit tonë. Nuk janë, thash edhe në fillim, nuk janë vetë se jem shqiptar, se këto vlera po të njëjtat i shet arab që kanë shumë theksume, ata i kanë tash matrujtur anse na që i kemi. Ndonë se dhe ata e kanë një farë ndryshimi, por letë përbendet një aspekt që duket teknik. Konstruksioni i ndërtesave, i banesave, ku jetojmë, është i vetësishëm, nuk është shumë kolektiv. Unë edhe ky fat do të na gjejë edhe këtu në vendet tona. Kur ti sot e blen një banesë, më thuj, cila është oda që i kemi thonë? Nuk ka. Nuk ka, është sa i saloni përgjithshëm që për një me ka njëherë me i thonë dikuj bujron, në saloni ku kem edhe kuzhinën, nëse është jabanxhi nuk e kemi shumë komoditet me i thonë. Derisa dje ajo oda e ka pas edhe hymjen e veçantë. E ka pas edhe toaletin në obor më të përshtatshëm vendit për musafir, ku nuk janë përzi njerëz të shtëpisë, të familjes. Domethënë, në çato kushte të vështira na kemi kriju kushte për me prit musafirin që kanë qenë komode. Në përëndim, le që nuk ekziston koncepti, se ekziston edhe mundësia se banesa paguhet me metër katror. Ashtë ma tepër para liberalizimit që e tha, ata fillun me bo një jetë, dhe thonë, nëse unë kam 2 fëmijë, se unë duhet mi pas 3 dhoma gjumit. 2. Unë dhe bashkëshortja. Njënën, 2 fëmijët janë në tjetër dhomë. Kur vjen musafiri, në salon i bjen. Nuk ka ku me flejtaj. Edhe për këtë, shumë familje tash nuk janë të gatshëm që këtu janë shumë zemërgjanë kur vinë pushim. Nuk janë të gatshëm të thonë bujrëm atje se nuk ka vend. A në anën tjetër, atë dhomë shtesë, aje kalkulon se thotë, po e zonë Zvicrën, po e ma shembull,
nëse unë paguj 1.500 franga për këto 2 dhoma të gjumit, për atë dhomën e tretë që a vjen të ja nuk vjen, nuk e di, duhet çdo muaj mi dhonë edhe 500 franga shtesë, nuk ja vlen. Domthon është kalkulim. Se ndoshta ndonjëherë edhe na me këtë odën tonë, për këtë arsye dhe i kemi prish shumë odat. I kemi shndruar edhe në dhoma tjera, sepse vdish plaku nuk janë më ata shokët e tij, nuk janë pensionerat, nuk janë ata që vinë mas namazit sabat është adet Kahtetova, me shku me pi çaj. Tek na në vendet tonë mas dreke, plaku ka mujt njerëzit u kthy prej xhamis, më i thon bujrum dhe pa e ditë fare, është kush shpeja jo, ka pas gatishmëri për me qitë digush një kafe dhe me shërbyni. Tash gjitha këto, nëse grune kim punë, nëse fëmija janë në punë të veta, në kurset e veta, në shkollat e veta, me fjallë tjera, me të vërtet, din njeri me thonë dikuj bujrum edhe me thonë ka dalë tash veç pak se po deshka me e bu kamarierin. Për këtë arsye tani ma letën na del a dishka. Për me bunë dhe ti muhabet, hajtë dalë në kafe, aty na shërben dikush se në shtëpi nuk i kemi njerëz. Ose ndryshe që ditë të sotme thojmë, nuk kanë met njerëz. Nuk është që s'kanë met njerëz, nuk është që nuk kem natalitet, por njerëz i kem me dinamika ndryshme. Mos ta thom kështu, nuk kem badjavgji, po edhe ata që janë pak janë bo ma demel këtë pjesë. Po zë të falenderoj shumë për këtë kohë që ndatë për diskutuar në lidhje me çështjen e mikpritjes që ka qenë, shpresojmë që do të ngelet për një kohë gjatë aspekt i vërtetshëm për shoqërinë tonë. Menderqofshi, falenderit edhe për ftesën, po megjithatë ju përgëzoj shumë për edhe emisionin, edhe trajtimin, edhe këtë freski që po jepni në këto ditë të verës me këto emisione. Zot ju bekoft. Sa më neva ju. Këndruar shikues, pra, kjo ishte intervista që filluam me hozën e nderuar Muhamet Bermakun, me të cilën trajtuam çështjen e mikpritjes tek ne si popull, si kamp, por edhe si musliman, pra, në këtë vend, në këtë zonë të Ballkanit dhe të Evropës. E këto është fundi i emisionit për sot. Ne shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, assalamu alaikum.